Pelazgji, 10.000 vjet para lindjes së Thanos Nanos. Qyteti Lash tashmë sundoi prej vitesh nga fisi i fuqishëm i palloshajve. Ata i udhëhiqte një nga burrat më të fuqishëm dhe më dinak që kishte nxjerrë ndonjëherë ky fis. Ai ishte palloshi i gjatë. Legjendat thonë se kishte mbi 8 gjyshe dhe se kishte lindur në disa qytete njëkohësisht. Kur kishte qenë i vogël, ai kishte rënë pa dashje në një kusi me pluhur të bardhë zanash. Dhe që atëherë fitoi një superfuqi. Vetëm me një të fryrë, ai mund ta hipnotizonte kundërshtarin që t'i binte urdhrave të tij ose t'i merrte jetën. Por palloshi i gjatë kishte shumë armiq. Një prej tyre ishte fisi i barbarëve, një rëstrima dhe sy pa trembur. Jetonin në shpellat e maleve rreth qytetit dhe ushqeshin me mishe urrejtje. Her pas here zbrisin në qytet dhe sulmonin si të tërbuar pa plan, dhe përfundonin duke grabitur dhe vjedhur çfarë të gjenin. Por prisi i tyre kishte ambicie më të mëdha. Ai synonte të futej në pallatin e palloshit, të vriste palloshin dhe t'i merrte fronin. Ai ishte Bajlozi i Kënetës. Bajlozi ishte gjysmë njeri, gjysmë entitet. Thuaj se vinte nga një kryqëzim i Vladit të tmerrshëm me një racë të qenit të sharrit. Ai ishte një magjistar i frikshëm. Zotronte disa superfuqi, të thithte shpirtrat për të bërë i pavdekshëm dhe të godiste armiqt me rreze lazer që i buronte nga dy gishtat e dorës. Cili do të jetë plani i Bajlozit të Kënetës për të vrarë palloshin e gjatë? Na ndiqni në episodin e radhës.